Egli dhe Gjesti, me siguri mund të themi se ky ka qenë raporti që ka krijuar më shumë polemika dhe shumë debate brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Por jo vetëm kaq, Egli ka folur shpeshherë edhe për ish-partnerin e saj, Olci Bylykun. E gjendur përballë Gertës, teksa kjo e fundit i tha se bisedën me ishin e solli shumë herët brenda shtëpisë, duke i thënë Gjestit që i kujton ish-partnerin e saj, Egli u përgjigj në këtë mënyrë. Jam shprehur me Livian dhe i kam thënë që më vjen i natë se ma kujton në diçka. Më kanë mbaruar ndjenja se kam 2 vite që nuk e shoh. Mirënjohje, respekt dhe natën e mirë. Ju ma përdorni sikur unë kam akoma ndjenja për atë, deklaroi Egli, duke i referuar ish-partnerit të saj, Olci Bylykut. Nga ana tjetër, fansat janë të bindur se Egli nuk është shëruar plotësisht nga lidhja që ka pasur me Olci Bylykun, dhe kjo për shkak se ajo e përmend shpeshherë brenda shtëpisë së famshme Olcin, ndërsa ky i fundit ka publikuar një këngë të titulluar Drama, që shumë nga fansat mendojnë se është një dedikim për Egli Takon. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.